ta thoja një rezultat. Po mund ta themi, do dalë ke kjo. Para se dalë ke kjo, se e di se çfarë është, dua vetëm të t'jap, vetëm 2 indice shumë të vogla. Po, jo, vetëm 2 indice shumë të vogla. Po, patjetër. Në Gramsh, për shembull, se pas kam bërë Gramsh, po në fakt më interesante ishte kjo e Peqinit, në 2 nga njësitë administrative, që unë kam marrë vetëm për referencë, në Pisha edhe në Kushov, kam qenë fakt në të dyja se kam edhe mbështetës shumë të mirë atje. Përkatësisht, Partia Demokratike ka humbur 335 vota në njësinë administrative Pishaj dhe në Kushov ka humbur 63 vota. Në të dyja këto njësi, unë jam forcë e parë, 729 vota në të parën dhe 112 vota në të dytën. Çfarë tregon se Partia Socialiste ka pasur një rritje, ndërkohë që Partia Demokratike ka pasur një humbje, përkatësisht ato që të lexova. Çfarë ndodh kjo? Votat e Partisë Demokratike i ka marrë Sara Mila. E njëjta gjë ndodh edhe në Peqin, se këtu është më interesantja. Jo, pse ka ndodhur? Po ja pra. Pasi të them rezultatet do t'rregoj. Ka ndodhur njëjta gjë në Peqin, në Gjocaj. Specifikisht në 2021 Partia Demokratike ka mbledhur 1128 vota dhe këtë herë ka qenë 366 vota, ka humbur 762 vota Partia Demokratike, kur unë kam dalë forcë e parë me 828 vota, vetëm në Gjocaj. Tani, kam edhe Elbasanin, kam dhe disa referenca në Elbasan, për shembull njësinë administrative pa, por Partia Demokratike ka humbur plot 530 vota, ndërkohë që Sara Mila është forcë e parë me 412 vota. Juve mund të saktësoni se këto janë gjitha në KQZ, edhe po tjetë se duhet një analizë. Pse të kanë votuar në papër? Ndjes, ta shpjegojon. Kjo jep një përgjigje kryesore pse Berisha e ka me Sara Milën. E ka me Sara Milën se i ka marrë votat. Është shumë e thjeshtë. Kjo është banda ime. Kjo është banda në cilën ai referohet. Dhe ai e pa këtë gjë që në fushat, në fakt. E pa, ndoshta ai vetë jo, po drejtuesi politik i cili s'bën të asgjë përveç se ndoshta merrte ndonjë fjalë të tillë. Jo, do të pyes më vetëm për do të kemi kohë. Dhe siç po thoja, e ndjen që në fillim që kjo vajzë jo vetëm që do ecte, sepse fryma ishte shumë e mirë në qytet dhe ata arritën që ta përqafonin kandidaturën time, por kjo po futet edhe tek njerëzit tanë, tek simpatizantët tanë, të cilët në fakt jo vetëm që kanë qenë të pakënaqur dhe mund ta them edhe këtë gjë, të mërzitur dhe nga humbjet. E disi më thot një djalë i cili ka votuar gjithmonë për Partinë Demokratike, Jacksoni, edhe do ta përshëndes nga këtu. Jacksoni më tha, jemi lodhur duke humbur. Këtë herë dua të shkoj me fituesin. Dhe ishte shumë interesante, ma ka thënë edhe e mbaj mend gjatë gjithë fushatës. Nuk janë të pakt të lodhurit nga humbja dhe jo nga humbja në sensin e humbjes, por ata humbës të cilët as nuk i shohin më, as nuk i takojnë më. A do një fakt interesant, Roland, se më kujtua tani që ne bisedojmë, se ndoshta doktor Berisha këto nuk i di, po duhet i di dhe këto. Në Pallatin e Sportit, gjatë kohës që numëroheshin votat, Sara Mila që ti ke përballë, vetëm sepse unë kështu jam dhe nuk është edhe shëmtuar ta them, por më duhet ta them se shumë gjëra të shëmtuara janë thënë për mua, të djathtë të majt, çfarë do lloj komisioneri mundshëm, kam qenë e vetmja që dërgoja pak ushqimore për të gjithë. E kafe e ujë për të gjithë, sepse kjo jam unë. Dhe kjo është Sara Mila dhe unë kështu kam qenë. Për numëruesit aty. Ndërsa ky zotëri, edhe njerëzit e vet, të cilët ishin numërues të Partisë Demokratike, nuk shkonte t'i thoshte dikush, a keni nevojë për ujë, a keni nevojë për kafe, po Ali Zoti e të tjerët, se s'ka rëndësi. Po jo, ai si drejtues. Pra, një neglizhencë e jashtëzakonshme, pikë pari për njerëz të strukturave, jo më për simpatizantë. Nuk ka një natyrë sociale kjo fjalë. Nuk ka më asgjë. Pra, lidhja midis Partisë Demokratike dhe elektoratit nuk funksionon. Tani, na shpjego këtë më të përfolur e të përfolura. Pra, në burgun e Elbasanit, me 102 vota gjithsej, Sara Mila ka marrë 92 dhe pas te vjen Luan Dusha me 3 vota. Tani, pse në burgun e Elbasanit të kanë votuar Sara? Se kjo është $1 milion. Po mirë, do ta ktheja me një pyetje. Pse mos të më votonin? E zëm se ka ndodhur... Okej, të votonin, po jo kaq diferencë. Pse mos të më votonin? Shiko çfarë ndodh. Trendi i kësaj kutie, të cilën unë as nuk dua ta specifikoj fare burg ose jo, para burgim ose jo. Jo, janë njerëz që gjithë tjerë. Po pra, për mua nuk ka fare rëndësi. Kjo është një kuti votimi. Dhe kjo kuti votimi ka të njëjtin trend me çdo kuti votimi tjetër. Pse
Pse kjo mos ta kishte? Pse këta njerëz janë larg realitetit? Po këta njerëz janë të izoluar dhe po vuajnë dënimet e veta. Ke pasur kontakte me këta? Jo. A njeh një? Kam përshtypjen që mund të njoh disa, jo personalisht, por për shkak të lidhjeve dhe rrethit, pra njerëz të njerëzve, njerëz të njerëzve. Shoqërisë. Po, njerëz të njerëzve. Unë personalisht, si Sara, ne nuk kemi ndonjë familjar të afërt, të cilit dhe është pleguar ndonjë dënim. Nuk kam, të cilët janë duke vuajtur ndonjë dënim. E di kur do më bënte çudi mua ke foto? Mua ke foto do më bënte çudi nëse unë nuk do kisha një rezultat të ngjashëm në kutit e tjera. Atje hajde edhe flasim pak. Do ti je duke thënë që edhe tabelat e tjera janë pothuajse njësoj? Ky është një trend shumë i zakonshëm për shumë kuti të Elbasanit, të qytetit dhe të fshatit, ku unë kam dalë forcë parë dhe ku unë absolutisht kam pasur një dominancë të theksuar. Tani çfarë ndodh? Se dua ta theksoj edhe këtë. Unë nga që jam një vajzë që vi nga shkencat politike, edhe këtë degë kam dashur shumë dhe nuk është se e kam lënë vetëm në kuadrin e shkollës edhe të asaj që çfarë më mëson mua shkolla, po kam qenë gjithmonë edhe një vëzhguese shumë e fortë e realitetit politik kudo në botë. Në fakt, Roland, edhe në SBA që flasim, është një vajzë që ti, kur një Mila Kunis, këtë e një, Aleksandra Ocasio-Cortez. Është një vajzë e njohur, ndryshe ka bindjet e mia, se ajo është ekstremiste e majt, unë jam shumë e moderuar se sa ajo. Ajo është një personazh i cili hyn tek modelet e mia në jetë, si vajza që kemi një moshë shumë të afërt, model në jetë në sensin e se si një vajzë, pa asnjë kapital politik, po pa asnjë kapital as monetar, ju fut detit në këmbë në SBA, një vajzë nga Bronxi, një situatë atje e cila vetëm diskriminim sa kishte, e varfëri po, arriti të jetë kongresmenja më e re dhe më votuar e Kongresit Amerikan. Po të shikoni se si të burgosurit kanë votuar dhe kanë dalë haptasi për Aleksandra Cortez, ndoshta doktor Berisha nuk do habite shumë, po nga që ai nuk ka shumë qejf të lexoj për këta të majtët edhe prandaj i ka shpëtuar. Dhe fjalimet e saj në dhomën e deputetëve kanë qenë fantastik për këtë fenomen. Dhe ka pasur një përkrahje të jashtëzakonshme. Kjo nuk do të thotë që Sara është Aleksandra. Aleksandra ka riskun e vet atje në SBA dhe unë kam riskun tim këtu. Por dua të them këtë gjë. Kjo çudi e madhe. Kjo kuti votimi e cila u bë emblema e vetu habite, Sara? Jo. Nuk habite. A i falenderove? Po tani ku ti falenderoj unë? Ja, po e marr, se shumica për tyre ndoshta kanë një akses, i kanë familjarët, ti falenderoj absolutisht për besimin që kanë dhënë. Po i falenderoj këtu? Po i falenderoj këtu. Për besimin. Po i falenderoj për votat që kanë dhënë në unë i falenderoj. Ajo është një frym, Roland. Më beso dhe më dëgjo mirë kur unë e them këtë gjë. Ti s'ke bërë fushat ose të kesh... Po tani fushat në burg nuk isha si të bëj. Po ta kisha mundësin do ta kisha bërë. Se kudo ku ka votues, do ta kisha bërë. Po ta kisha mundësin, do ta kisha bërë. Mendoj që deri diku e kam bërë, duke qenë se unë kam qenë një njeri përtej asaj, duke qenë se kam qenë një njeri që rrjetet sociale i kam përdorur ndoshta më mirë se të gjithë dhe nuk dua që të kem mungesë modestie kur e them këtë gjë, ma lejon dhe mosha, do ta theksoj këtë gjë. E di çfarë bëri përshtypje te rrjetet sociale, te komunikimi yt në rrjetet sociale, që nuk kisha asnjë gabim ortografik. Do më akuzojnë tani, se ja shkruajnë, ja bëjnë, se kam dhe ca akuza kështu që ti shkruajnë këshilltarët. Sa do të shkruajnë, do njeriu është vetë, sa do të shkruajnë, sa do të redaktojnë, sa do të korrektojnë, ti je aty. Tani, Sara, diçka tani. Se vetë doja të bëja në fakt për këtë që the ti, doja të bëja vetëm një falënderim se njerëzit më besnik që kanë pasur këtë garë kanë qenë mësueset e mia të letërsisë. Ato më shkruanin mesazhe, se unë kam qenë një gocë që kam dashur shumë se lëndë. Kam pasur edhe një farë prirje, tani le ta themi, dhe ato më kanë dashur shumë. Dhe nëse në gjithë këtë pislëk të madh që është hedhur Krashëmeje, kam pasur një armat shumë të fortë qetësie brenda vetes time, kanë qenë pikërisht mesazhet e mësuesve të mi, të cilët dua të gjej moment se e di që emisioni jot është ndjekur. Do harrosh një emër, po përmend disa. Do t'i harroj mësuesen time të parë një, Meritën. Këtë që ja kam thënë Koxhaj. Meritës, cilës ja kam thënë pikë parë që do bëhem kryeministre. Dhe ajo tani është në SBA, nuk është më as këtu, edhe ndoshta po e pret këtë moment. Por dhe gjithë të tjerët. Kështu që sinqerisht i kam pasur krah edhe i kam pasur shumë mbështetje. Tani, Sara, zonja Mila. Po. Troplinët dhe suelçelët na fol pak, sepse Elbasani tani është bërë ajo që është bërë dhe unë nuk dua t'i kthehem me emër të gjitha grupet kriminale që tashmë janë bërë pjesë e drejtësisë, por pyetja është e drejtë për drejtë. Tani,
të kanë akuzuar si njeri që e lidhur me grupet kriminale tani si përgjigjet kësaj akuze, domethënë sa njohje ke ti, cila është lidhja juaj, sa i njeh dhe pse u bë kjo akuzë, sepse ty mund ta bëj dhe penalisht këtë, ne nuk e dim këtë gjë. Tani ti sot ke këtë mundësinë që më njeh dhe më sheh. Të dukem si një përfaqësuese e denjë e bandave të Elbasanit apo ku di unë emrave që unë të them të drejtën, të kam paraqykuar. Ta them, edhe të kërkoj ndjesë. Jo, s'ka problem. Por, e di ku ndryshova mendimin, ta thash edhe një herë. Kur më shkruajtje në pavarësisht se s'më pëlqeu teksti, ua, thash, kjo s'ka asnjë gabim ortografik, prit thashun se kjo nuk mund të jetë banda. Tani Jo. Pa asnjë gabim ortografik, është një kapërcim i nivelit lartë. Po pse tani kaq poshtë ka rënë pritshmëria jon për deputetët që të shkruajnë mirë nga ana ortografike? Po, Sara. Nuk do ta pranoj. Jo, Sara. Nuk do ta pranoj. Po, prezenta. Unë të falenderoj. Paraqitja e parë e një personi është se si shkruan dhe si flet. Patjetër, unë të falenderoj. Unë të njoh ty nga brenda, unë të njoh ty. Po ti prezantohesh duke folur këtu dhe duke shkruar. Se nëse ti do shkruaje kështu si Gjon Buzuku, tani fal do thosha si Gjon. Jo akademia politike s'të merr dot përsipër, po s'të merr dot klasë e parë. Ndërkohë, ajo kultura jote mua më ka habitur. Unë thash në fillim edhe mund të kem paraqykuar. Po e them këtë, por tani që krijuam një lloj, po themi, komunikimi, e ndryshova unë edhe sepse këtu fillon. Por ti duhet të lutem më shpjego lidhja jote me këto emra. Dhe unë fakt këtë pres që të ndodhin në shtator. Prandaj dhe kam qenë e qetë dhe e kam thënë shpesh, madje ndoshta e kam thënë dhe në një media tjetër që gjatë kësaj periudhe ku trosnia nuk ka qenë e vogël, se do ta mendoni edhe këtë, jam 29 vjeç, e pa rrahur më përpara me jetën publike dhe pa pritmas, kam një personazh si Dr. Berisha, i cili ka influencën që ka ke elektorati vet dhe ka famën që ka, sa ai thot famozja Saramila, Saramile më thot ai, por në fakt është famozi Berisha, i cili këtë punën e baltës e ka nisur që kur unë ende s'kisha lindur, e tani po vazhdon edhe kur unë jam bërë vetë me fëmijë. Ai ky personazh është. Dhe unë, sinqerisht, Roland, nuk ka qenë në planin tim as të merrem me Dr. Berishën, edhe as me eksponentë të tjerë të Partisë Demokratike, të cilët për mendimin tim kanë vite që i është prerë fatura nga elektorati vet. Kanë vite që janë aty, po në fakt nuk do donin që të ishin. Unë do kisha dashur që në parlament, si një kastëre politike, në debatin tim politik, si një vajzë e majtë që përfaqësoj Partinë Socialiste, do kisha dashur të kisha Andi Mustafajin, Tedi Koplikun, apo dhe personat të tjerë të rinj të Partisë Demokratike. Ti duke thënë që do të bësh kryeministre dhe pa të sulmuar Sali Berisha? Absolutisht që jo. Çfarë thua? Absolutisht që jo. Le të më sulmoj për punët të cilat unë do bëj apo nuk do bëj. Po të më sulmoj në Tymnaj, se shkon dhe humb vota atje, si një dështak kronik tashmë, ky nuk është faji im. Dhe nuk është përgjegjësia e Sarës, se Berisha ka bërë dhe ka përjetuar një disfat të jashtëzakonshme në qarkun e Elbasanit. Do ta them edhe këtu një batut që ta kuptosh deri ku ka shkuar në fakt e gjithë Tymnaja që ai ka ngritur për mua, ku një miku tim, demokrat, me shumë vite, me shumë rënjë, i pandryshuar në bindjet e tij, i thoshte një miku tim tjetër, demokrat, por që vendoset votonte për mua këtë herë, e i thot, arsyeja pse nuk fitojmë ne, është ajo mikesha jote, është Saramila, se shkoi Saramila edhe i vodhi ato votat dhe prandaj ka humbur Partia Demokratike. Domethënë deri këtu ka arritur të perceptohet të një pjesë të mirë të publikut ajo që ai bën. Do të thotë që ja ka arritur me të vetët. Unë e kuptoj që diskursi që ai ka ndaj Sarës nuk është për Sarën, është për elektoratin e vet, për t'i thënë që çfarë të bëj unë tani, se nga që janë këta, po mos ishin këta. Doktor, ke humbur 200.000 vota në të gjithë Shqipërinë. Nuk ta ka fajin as Sara, as të rinjtë të tjerë në politikë, cilët kanë filluar që të guxojnë se ndodhe diçka tjetër. Po të shkosh dhe të takosh njerëz në rrugë sot, ata gjithë do të thonë, aman të dalin të rinj, aman se me këta të vjetrit, aman, dhe kur ky i ri u guxon, po jo ky i ri. Po si jo ky i ri? Domethënë kush pritet që të guxoj më? Sa mesazh jep? Do bëjmë një ndërprerje publicitare, publicitet, kthehemi sërish në studio.
një falënderim për institucionin monetar Manigrama Kinvest që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV me sloganin e njohur transfero shpejt, gjithmonë shpejt kudo dhe kurdo. Akinvest, institucioni i pagesave për shërbimi Manigram, risjell shorteun për klientët e tij. Klient të dashur, çdo tërheqje apo dërgesë që do të kryeni nga data 14 prill deri më 14 korrik, pra nga 14 prilli deri më 14 korrik, me shërbimin Manigram në çdo zyrë dhe agjent Akinvest do t'ju mundsoj të bëheni automatikisht pjesëmarrës në shorteun që do të zhvillohet në Diela Shqiptare në televizionin Klan më datën 20 korrik 2025. Pra në Diela Shqiptare në televizionin Klan më 20 korrik 2025. Sa më shumë transferta me Manigram, aq më shumë merrni pjesë në shorte. Për çdo një transfer do të kualifikoheni me njëherë si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 6 fitues me një çmim 50.000 lekë të rinj, pra 6 fitues me një çmim 50.000 lekë të rinj, sapo të kryeni transfertin e tretë ju kualifikoheni dhe si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 7 fitues me një çmim 100.000 lekë të rinj, pra 7 fitues me një çmim 100.000 lekë të rinj. Përdorni pra Manigram dhe fitoni. Faleminderit edhe një herë Manigrama Kinvest, institucionit monetar që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Faleminderit edhe një herë Manigrama Kinvest, institucionit monetar që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Zonja Mila, mund të më thuash se nga Sara tani zonja Mila tani? Jo, Sara. Ke ndryshuar statusin. Më folë për familjen e madhe, më folë për familjen e vogël. Kush është bashkëshorti im? Bashkëshorti im, do ta përmend emër mbi emër. Ai nuk i ka shumë qef në fakt këto dalje publike. Nuk janë. Po në fakt Aleksandro Bardhi, quhet bashkëshorti im, kemi dhe një vajzë, 2 vjeçërisëm, Krena. Ta gëzoj emrin dhe shëndet këtë të jetë. Shumë faleminderit. Shumë emri bukur. Krena. Ti e ke vendosur, besoj. Unë ja kam vendosur. E gjete. Potente je. E gjete. Tani bashkëshorti kur i the që unë do bëhem kryeministe, ja the kështu përpara se të martohesh? E ka ditur ai. E ka ditur. Kur i the që do kandidoj në Elbasan. Ai e ka ditur dëshirën time, po edhe ai kam përshtypjen është e grupi njerëzve që menduan që nuk do ta guxoja. Domethënë ekzistonte si dëshirë dhe ishte pjesë e atyre ëndrave të mia, po duke qenë se Rolandu nuk kam qenë përfshirë as në forume të rinore të partive politike. Do thuash ti pse? Kam qenë pak e stepur, mendoja gjithmonë që po nuk e di si do jetë, si do perceptohem, çfarë do ndodhi me mua, edhe para gjykimet që dëgjoja rreth e rrotull. Jo, tani dhe unë këtë po kuptoj që si do futesh ti në vath. Sot që flasim, mendoj që kam bërë shumë gabim, sepse do duhet isha aktivizuar që shumë më herët. E kam ndier një mungesë gjatë kësaj periudhe të fushatës për perceptimin dhe kuptimin tim përgjithshëm për strukturën, mënyrën se si me çfarë merret bashkëshorti juaj? Ka një supermarket private, nuk ka asaj kur far lidhje në Elbasan, në Tiranë edhe në Durrës. Të mbështeti gjatë fushatës? Patjetër që po. Tani ky vendimi për të futur politikës momentin që ti je familjare nuk është më vetëm vendim personal, është një vendim që diskutohet në familje. Si e ke bërë me vajzën e vogël në fushatë? Ku e le vajzën? Kam pasur shumë ndihmë të dyja mamat respektive, cilat gjithashtu i falenderoj, po. I kam pasur ndihmë, mendoj që pa një sistem të mirë suportues, nuk do ta kisha marrë. Tani kur doli ajo tabela ti që ti fitove aq vota dhe e kuptove që u bëre deputete. Me ke ndave atë gëzimin e parë? Me gjithë njerëzit që ishin aty në fakt që janë kryesisht i gjithë ekipi im që ka punuar për Elbasanin. Tani lere ekipin Sara, po them me bashkëshortin. Me ata kam qenë ishte dhe bashkëshorti aty. Po, ishte dhe bashkëshorti aty, edhe pse po qëndronte shumë në cep se unë kisha shumë media rreth e rrotull dhe ai nuk ka dëshirë. Dhe nuk u përqafuam dot aty në së njerëzve. Mbas asaj. Po, mbrapa. Pastaj u përqafohemi mbrapa. Ka qenë e tillë situata. Në fakt, Roland unë e prisja, që unë e kam artikuluar dhe e prisja që do dilja mirë, unë e prisja që do isha që në fushat, deri diku dhe kjo. Dhe kjo, edhe kjo. A intuita e femrës. Bëshaka. Gjatë kohës që unë isha në fushat dhe ndjeja një lloj mbështetje e cila në fakt rritej ditë pas dite. Se unë e shikoja në takime, e shikoja të njerëzit që vinin, të njerëzit që afroheshin. Dhe duke qenë se si ta shpreha dhe më parë, dhe këtë mund ta konfirmoj çdo qytetar i Elbasanit, dhe për këtë e them me shumë vetbesim, që
nga një frym shumë e mirë që u krijuar në qytet dhe ku unë papritmas mora një lloj afirmimi nga pjesa më e madhe e qytetit, ndoshta realisht edhe tek ata që mund të mos më kenë votuar. Unë sot nuk shkoj dot edhe të bëj një pasqyrim të saktë nëse kush ka votuar, kush më votoi dhe kush jo. Dhe mirë, megjithatë ti e di pak. Mirë, po pak a shumë po, patjetër. Mirë, po unë kam të sigurt që kam dhe ata njerëz të cilët nuk e kanë votuar kandidaturën time.